Forcat ajrore të Ukrainës pritet të kalojnë një fazë të remodernizimi me përfshirjen e avionëve luftarak suedez Gripen, të cilët konsiderohen si një nga platformat më të përshtatshme për operim në kushte lufte intensive dhe infrastrukturë të dëmtuar. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se këta avion do të ndihmojnë në zmbrapsjen e sulmeve ajrore ruse dhe në kufizimin e aftësisë së Moskës për të kryer bombardime në shkallë të gjerë ndaj qyteteve ukrainase. Marrëveshja e arritur parashikon përdorimin e një pakete financiare të Bashkimit Evropian për blerjen e rreth 20 avionëve të rinj Gripen E, ndërsa Suedia ka premtuar edhe dhurimin e 16 avionëve të versionit më të vjetër. Në afat më të gjatë, numri i avionëve mund të rritet deri në 150 njësi. Ekspertët ushtarak vlerësojnë se futja e këtyre avionëve në shërbim mund të ndikojë drejt për drejt në dinamikën e luftës ajrore, duke e detyruar forcën ajrore ruse të veprojë me më shumë kujdes gjatë operacioneve mbi Ukrainë. Ndërsa Gripen nuk zotëron teknologji stealth si avion perëndimor të gjeneratës së 5, ai është projektuar për të operuar në kushte të vështira dhe për të përdorur pista të improvizuara, një karakteristikë që e bën të përshtatshëm për një vend në luftë.